Plakja e popullsisë, largimi i shqiptarëve janë ngritur me shqetësim nga deputeti i Vlorës Bujar Leskaj gjatë fjalës së tij në Komisionin e Ekonomisë. Deputeti demokrat tha se në Shqipëri ka probleme sociale dhe ekonomike, pasi prioritetet e buxhetit janë të orientuara drejt interesave të ngushta. Problemi ynë i madh është emigrimi masiv i njerëzve. Është largimi masiv i shqiptarëve. Dhe ne akoma japim ato statistikat rënja e papunësisë. Po çfarë treguesi do flasësh ti rënje të papunësisë, kur ty të kanë ikur në 10 vitet e fundit 1.090.000 shqiptar, po them një. Ne nuk adresojmë problemet, të lutem mos më ndërpri, ne nuk adresojmë problemet e plakjes së popullsisë, uljes së produktivitetit në investime, investimet e pamjaftueshme në teknologji. Edhe ato kur flisni ju për inovacion, i përdorni sikudo për klientelën tuaj. Fondet dhe prioritetet dhe në këtë buxhet janë të orientuara drejt interesave të ngushta, jo drejt zhvillimit të qëndrueshëm kombëtar. Për deputetin e Partisë Demokratike të Vlorës, Bujar Leskaj, për buxhetin duhet transparencë, pasi në vendin ton ka varfëri, uri dhe probleme shëndetësore tek qytetarët. Sipas Leskajt, analiza e projekt buxheti duhet të bëhet në suazën e objektivave të zhvillimit të qëndrueshëm. Diskutimi për buxhetin presupozon që duhet të kesh transparencë. Po kthehem te kjo, një mënyrë tjetër që ne mund ta servirnim buxhetin, ta përcjellim tek qytetarët, ishte të mbështeteshim në objektivat e zhvillimit të qëndrueshëm. Sa ky buxhet është i orientuar drejt këtyre objektivave të zhvillimit të qëndrueshëm, të objektivat të mijëvjeçarit të Kombeve të Bashkuara. Urdhëro ku janë objektivat. Pa varfëri. Në fakt në Shqipëri ka varfëri. Ka varfëri, të nderuar deputet. Zero uri. Në fakt në Shqipëri ka uri, shëndet i mirë dhe mirëqenie, ka shumë probleme dhe të gjitha këto dhe që ndodhin dhe goditjet e fundit janë edhe tek shëndeti jo i mirë mendor i një pjesë të njerëzve. Arsim cilësor, nga 5% që ju keni kaq vite që gënjeni shqiptarët është e 2.5, 2.9% e PBB-s arsimi. Barazi gjinore, edhe këtë proces të drejtë ju e deformuat me këtë ligjin e fundit. Po hajtë e shkatruat, se doni të shkatroni familjen shqiptare. Jo, e kam lexuar shumë mirë. Punë dinjitoze dhe rritje ekonomike. Çfarë u garantojmë ne shqiptarëve? Ne dhe për punën i kemi futur të rinjt, i kemi futur njerëzit në këtë sistemin në trysinë e patronazhimit. Duhet të garantosh vota, të japësh vota për partinë në pushtet që të fillosh në punë. Nuk fillon me konkurse të drejta. Vazhdojmë. Industri, inovacion dhe infrastrukturë. Po e shikojnë shqiptarët për ditë korupcionin galopant në infrastrukturë. Unë dikur e kam quajtur në 14 ose 21 nëntor 2021 tuneli korupcionit elitar. Në 2021 ishin në kuvend, në 2 diskutime. Zvoglimi pa barazive, pyetja 10, pika 10, fusha. Qytete 11, qytete dhe komunitete të qëndrueshëm. 12, konsum dhe prodhim i përgjegjshëm. Konsum. 13, veprim për klimën. 14 jeta në ujë, 15 jeta në tokë, paqe dhe drejtësi dhe institucione të forta. Çfarë institucione të forta kemi krijuar ne?